Gjeneta dhe Redoni janë emra mjaft të njohur për publikun. Kjo për shkak të eksperiencave të tyre me Big Brother, shkruan kosovarja. Të dy ata kanë arritur të krijojnë një bazë solide tifozësh dhe ndjekësish, duke tërhequr vëmendjen me personalitetet e tyre karizmatike. Dje, dyshja ishin të ftuar së bashku në një emision televiziv, nga ku kanë publikuar disa video të ndryshme. Atmosfera e ngrohtë mes tyre ishte e vërejtur dhe komente të shumta u bën në lidhje me marrëdhënien e tyre. Ata dukeshin të lumtur dhe të relaksuar, duke kaluar momente të paharrueshme së bashku në ekran. Ashtu siç pritej, u bën edhe komplimente të ndërsjella, që bën që të gjithë të pyesin, çfarë po ndodh mes tyre? A ka diçka më shumë për te miqësisë që ata e tregojnë? Me kalimin e kohës, marrëdhëniet e njohura nga reality show nuk janë të pazakonta, dhe shpesh ato ndikojnë në mënyrën se si publiku i percepton personazhet. Gjeneta dhe Redoni mund të jenë vetëm miq, por dinamika mes tyre ngjall kuriozitet dhe interes të madh. Spekulimet tashmë kanë filluar të qarkullojnë, me ndjekësit e tyre që ndajnë mendime të ndryshme në rrjetet sociale. Disa mendojnë se janë të lidhur romantikisht, ndërsa të tjerë mendojnë se miqësia e tyre është e sinqertë dhe e fortë. Pavarësisht natyrës së marrëdhënies së tyre, ajo që është e rëndësishme është se ata po krijojnë përmbajtje interesante dhe po ndihmojnë në promovimin e kulturës dhe argëtimit të Kosovës. Kjo tregon se në fund të fundit, populariteti i tyre është i bazuar në talentin e tyre dhe shpirtin e bashkëpunimit. Për më tepër, është interesante të shohim se si ky çift do të bëjë përpara në karrierat e tyre individuale. Edhe pse tani janë në qendër të vëmendjes, do të jetë e rëndësishme të shohim se si do të evoluojnë marrëdhëniet e tyre dhe si do të ndikojnë ato në jetën e tyre profesionale. Me zhvillimet e reja që ndodhin vazhdimisht në botën e argëtimit, ne do të vazhdojmë të ndjekim me kujdes çdo hap të tyre. Një gjë është e sigurt, Gjeneta dhe Redoni do të jenë gjithmonë në qendër të vëmendjes, si në ekran, ashtu